kjo është platforma parlamentaro-qytetare që ne inaugurojmë sot para Pallatit të Krimit. Përpjekjet e opozitës për zgjedhje dhe rotacion të pushtetit u përballën me tonelatat e eurove të drogës, u përballën me ushtrinë terroriste të patronazhistëve, terroristë të votës, u përballën me të gjithë burimet financiare, njerëzore, logjistike, të gjithanshme të shtetit mafioz. Kjo javë faktoj se kjo ngrehin e kalbur, po shkatrohet, po shkërmoqet dhe nuk pret asgjë tjetër, vetëm vrullin ton, vendimin ton, për ta fshirë nga historia. Shumë kanë pyetur, po ç'është kjo foltore? Çfarë është kjo platformë? U rikujtoj se nuk është një gjetje origjinale e Partisë Demokratike as e opozitës. Një platformë e tillë në një fushë tenisi transformoi Francën dhe Europën gjatë revolucionit. Parlamenti kontinental transformoi Shtetet e Bashkuara dhe i bëri ato superfuqin me të madhe të kohërave. Foltoria me qytetarët e çliroi opozitën. Mos harroni se parlamenti votoi me shpejtësi trufeshme narkoparlamenti. Ligjin George Soros, ligjin e shkatrimit të familjes. Atë ligj votoi parlamenti. Atë ligj shqiptarët s'do ta pranojnë kurrë, sepse ai ligj është përbërja familjes. Po u shpërbë familja, Shqipëria shpërbëhet. Sigurisht se do që të nderuar të shikues, kjo do të jetë pjesa e parë për emisionin tonë për mbrëmjen e sotme. Foltore e re, avazi vjetër. Mirëmbrëma, se thamë, sikur se thamë fjalën mirëmbrëma, ndonjëherë njeriu bën gabime, kupton, edhe në fjalën që duhet thotë parë. Asgjë e re nga fronti i perëndimit thotë është një vepër e famshme e eri Maria Remarkut, shkrimtarit famshëm gjerman. Dhe i shkon shumë si titull edhe ç'është gjithçka që është te ne, gjithçka edhe qeverisja, më lëm janë këtë, por veçanërisht opozita. Dhe kjo është shfaqja e saj dhe sidomos sot. Sot opozita ka disa kohë, por sot e konkretizoi, pas humbjes zgjedhjeve ka vendosur të nisë protestat. Zgjedhjet kaluan disa kohë, shumë kohë kanë kaluar. Sa ka kaluar? 7 muaj po. 7 muaj tani nisë protestat. Për këtë aksion sapo nisur nga opozita, do të flasim, si thash në pjesën e parë të këtij emisioni, në pjesën e dytë do të jem në studio me zonin Monika Kryemalli. Do të bisedojmë me të, vetëm unë, kolegët do të largohen, bashkë me zotin Saliani dhe tani të ftuar në studio Vin Saliani, mirëmbrëma zoti Saliani. Mirëmbrëma. Faleminderit shumë se bëhet fluturuar sot i çvinit të erdhë nga jashtë dhe është një ndihmë kjo, që ne do ta njohim si kontribut. Po jo në vlera monetare, se nuk mundemi. Por do ta njohim si përpjekje për të qenë në emision, përpjekje të rëndësishme. Ergjys Mërtiri, Antona Bilekaj dhe Andi Tela do të ndihmojnë në sot me mua për të realizuar këtë pjesë, nëse do të mund të realizojmë, nderuar teleshikues. Pasi që ndodhi që të nisi protesta në qendër të Tiranës, ishte para kryeministrisë? Po. Para kryeministrisë. Sot nisi, domethënë do të ketë një cikël protestash. Zoti Saliani tani se ti kupton mirë këto gjëra, cili është qëllimi i këtyre protestave? Si u ka shpjeguar Berisha nisjen e këtyre ju? Aty brenda, se na jashtë e pam pak a shumë, po brenda si ja ka kuptuar, si ja u ka shpjeguar dhe pse kuptohet që doktori ka caktuar këto, domethënë në mënyrën e të gjitha, dhe ai ja u ka shpjeguar dhe ju. Ju mund të na shpjegoni ndonjë ne? Po patjetër, përshka unë nuk jam nxënës të më shpjegoj njëri gjë, kushdo, po pa diskutim që protesta është e vonuar. Kjo është një, në fakt, u quhet sot edhe ishte një lloj platforme parlamentare qytetare për të folur edhe për të dhënë mundësinë edhe qytetarëve të flasin para kryeministrisë. Por
ka shumë arsye për të protestuar. E para, që nga maj deri sot që unë kam menduar duhet protestuar ditën e konstituimit të kuvendit, janë zgjedhjet e vjedhura të 11 majit. Arsyeja tjetër që është e rëndësishme, po sot kishte shumë mesazhe me sa pash, unë arrita pak vonë për shkak se isha në një takim me demokrat në Hamburg, por ka pafund arsye për të protestuar sot. Gjendja ekonomike, kapja e gjithë sistemit politik, të gjitha arsyet e tjera që diskutuan, që i thanë sot forcet që janë kalimi i ligjit për barazin gjinore, mungesa e shërbimeve në spitale, në arsimet tjera e tjera. Po themeli që duhet protestuar dhe unë besoj që fokusi duhet vendos aty, është që shkap qeveria në vjedhjet madhe, 50 milion euro. Shkap Edi Rama, dhe ka thënë ish zëvendës kryeministri, është marrë pandehur zëvendës kryeministri aktuare. Pra 50 milion euro të kapura dhe unë në këtë kuptim tani do bëj pak se thash atë që me qenë se më pyet qëndrimin e Partisë Demokratike, por mund të them edhe qëndrimin tim apo jo, besoj. Pas që thuash që tha doktori njerë dhe pastaj mund të vishi dyti i treti. E thash atë gjë, po në mendim, nuk ka të parë të dy tret mendim, ka mendimet të ndryshme. Dyti muri sekretari. Dita sot me duhet ishte një ditë revolte. Revolte, thuash. Pra duhet kishte, pa diskutim, duhet kishte një protest, revolte të ashpër dhe të organizuar mirë për shkak të gjithë këtyre arsyeve që nuk janë të pakta. Diku 50 milion euro e marë zëvendës kryeministrja, diku tjetër 60 milion euro të porti në triportit mos gaboj në Vlorë, i marrë nga njëri aeroporti. Aeroporti tjetër, aeroportin e Petiq, porti ishte marrë nga një pensionist 60 milion euro me një kompani që kalonte me një kompani e cila ishte me 1 milion lek të vjetra e regjistruar, e më porti 60 milion euro. Porti i Vlorës, triporti në Mosgaboj, ishte një kompani e një pensionisti që ishte regjistruar me 1 milion lek, kishte bërë këto variantet me 2 kompani tjera, pas gjasme bashkëpunim, për një muaj i kishte blerë aksionet asaj me 2.500 euro apo më pak, dhe 60 milion euro aty. E kupton, pensionista ishte kështu... Portin që ka marrë këj plakave që kemi këtu. Lere më port tjetër... Këj plakave cilin porta. Tri porti. Këj ka salilari. Porti, ma, jo ndërtimi tjetër, ka i ka që është marrë atje porti, më është ndërtim tjetër, është privat, ajo. Jo, Dora Marina, jo. Ma dëgjoj pak se janë gjëra të ndryshme. Aeroporti i Vlorës, miliarda euro me rrugët, është kapur... Tani nuk është se e themi më nëse, deri tani na kanë thënë jo po e thoni, jo po nuk e thoni ju. Luftar hysa, zotri, i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kartel që pastron, apo biznesmen për qenë misakt, apo familje kriminale që nuk ka biznes formalisht. Që pastron... Ka shitur aksionet në vitin 2022. Ishte të zyra e Ramës ai. Po formalisht kush merret me krim nuk i ka formale, më. Po është shpallur, është sankcionuar nga departamenti i thesarit. Që pyeta unë, po interesant. Se ju thoni tjetër, në Shqipëri ka ndodhur, se i normalizojnë... Tani, se po mike nga tema. Prit, se nuk ike, se do vi. Po erdhe ike, pastaj... E pat në aeroport që është vëndi më i kontrolluar dhe me Shqipëri si vran atje me... I radhën tjetër je iftuar pikërisht për këto gjë. Po jo, po mike nga tema, mua më bën si flamuri pastaj. Po flamurin e lejojun. I kam dhënë të drejtë, ti ik nga tema dhe të thonë tem tjetër. Po mirë, më unë, dakord. Kemi marrëveshje të bashkë. Më pyet të përgjigj. Me flamurin e kam marrëveshje. Me ty nuk mund ta bëj këtë marrëveshje. Se pastaj del gjithë Partia Demokratike, unë hedh këtë temë, ti hedh temë tjetër. Unë nuk konkurroj. Kemi mitingun e Partisë Demokratike tani. Çfarë do të quheni ju sukses në këtë protestë që filloi dhe në të tjerat? Çfarë duhet arritur që të themi se pati sukses dhe nuk dështoi dhe kjo përpjekje e opozitës që ka shumë vite që dështon? Unë mendoj që suksesi i protestës së nisur do të jetë largimi i qeverisë. Pra ky është qëllimi dhe garantimi i zgjedhjeve të lira. Ky është qëllimi i protestës. Pra protesta, pa diskutim që është instrument dhe nëse do më pyesësh mua cili është suksesi është të paktën nisi protesta. Pra këtu ka një akt, ka një reagim, jo vetëm një protestë si instrument i luftës politike, por edhe si një reagim për të gjitha ato që unë thash pak më përpara, apo jo. Se të gjithë këto elementet që ti më ndërpret fjalën janë të rënda do apo jo. Që këto nuk dolën. Unë jam Partia Demokratike, po mendoj ndryshe.
Ata dolën me 2 gjini, 3 gjini ishin bërë sot. Edhe ajo është. Një Edhe ajo sekond. është arsye, edhe ajo. Pa të shpjegojmë dhe atëne. Ajo është mana për trana. Është gjetur Në një Partinë Demokratike jam. O zotëri, po prit për tani, aty është bërë një përpjekje për të një përpjekje. A mund të resim, si mund të nëzirim nem shumë njerëz në rrugë? Minut, ta mbaroj logjikën që të kuptoj shikusi. Të kuptoj shikusi. Gjithë parulla, si debat, të flasë vetëm ti jo? Debati është kështu, o zotëri. Unë të pyes ti përgjigjesh. Ti ke 12 minuta, po je përgjigjet e tua. S'kan lidhje fare me pyetjet. Unë po të them, të gjitha parullat aty ishin për 3 gjinit, asgjë nga këto ishte ti. Jo, ishin. Në 80%. O zotëri, unë ndoqja komplet se tani ti që në majtë avionit. Majtë avionit nuk lejojnë valet. Tani, të gjitha gjerat i dashur Salian, po të lutem tani, 85% arritet i aty. Bravo. Atere, 80% ishte për 3 gjini dhe parullat shkruar dhe gjitha. Dhe po rezikojmë nga kjo punë, thoshin, jo nga të gjitha këto që ti, që janë akte të vërteta, Koalicioni pro familje, cilat janë të merë i madhë. Kjo që përmëndet ti, zotri, kjo që përmëndet ti janë të merë i madhë. Pa ti ishin shumë pak këto. Tani... Po mirë, mos e themi në këto, a egzistojnë këto në Shqipëri, këto që të shonë? Po pse mo ti gje vetëm studion ti me gjete, unë po të them që u tha aty. A është problemi mi madhë. Po kjo vetëm studion ti me gjete që do to. Unë, po ti aty do kisha thënë këto, po të kisha folë. Tani po e them këtu dhe ti. Të futim pak analizët të flasin dhe këta. Tani analistët, si ju duket protesta e sotme, pjesëmarrja dhe organizimi. Ku ndryshon ajo me protestat e tjera? Se mua personalisht, për shumë, më duk mjaft e vjetër në koncept dhe në gjuhë. Do shë gabohem, no? Dhe mbi të gjitha ajo angjan kjo mënyrë organizimi me çadrën e Bashës, këtë herë kishte edhe një si foltore aty, ishte ngritur një në vend të çadrës. Ishte foltoria në vend të çadrës. Ky ndryshim. Ç'mendoni tani ju? Kush e nisi pari nga ju? Tani, nëse ne vemi në protest, është mënyrë komunikimi, hajtë ta quajmë protest. Po, për mua nuk ishte protest. Edhe ditën që u shpall të mërkurën, mos gaboj, nga kryetari PD-s, nuk u artikulua si protest. Ishte një mënyrë që opozita të dëgjoj përpara kryeministrisë, meqense në parlament, që nga nisja e parlamentit shtator, e deri më sot, opozitës i pengohen detyrat e saj me kushtetut për ngritjen e komisioneve hetimore, për kryrjen e interpelancave, për mocionet me debat, i refuzohen gjitha, atëherë u gjet një mënyrë për të dalë përpara kryeministrisë dhe për të artikuluar të gjitha ato çfarë PD-ja do që të thotë në parlament dhe s'mundet ta thotë. Protesta ka formë tjetër pastaj. Dhe janë parë disa lloje protestash nga PD-ja. Nëse do ta quajmë protest, nuk është protest. Është një foltore. Kanë mbledhur disa njerëz, folën nga kryetari PD-s, te deputetët, te qytetarët të thjeshtë. Pikpyetja është se si do vijoj. Pra do vijoj çdo të hënë në këtë model dhe do të shohet pastaj do të shtohen njerëzit apo do paksohen njerëzit, apo po kopjohet pak a shumë për të dalë PD-ja nga një qertull, po kopjohet pak a shumë ajo që ndodhi me kryetarin e bashkisë, pra protestat përpara bashkisë, kur dije që ndaj tij kishte një çështje penale, derisa erdhi momenti i arrestimit nga SPAK-u dhe opozita kërkoi dhe mori një pjesë të suksesit. Duke qenë se për momentin zëvendës kryeministri është marrë e pandehur, duket që qëllimi i PD-s me këto protesta është trim atje derisa SPAK-u të kryejë një veprim që mund të gëzojë atë çfarë kërkon PD-ja. Për mua, kjo lloj proteste ishte që në vend vësh vetulla nxjerr syt, domethënë. Se Saliani jam dakord me atë që thotë ai që ka 1000 arsye sot për protestuar, jo për të protestuar, por për ta qelluar me gur kryeministrin, për të revoltuar ka sot arsye. Problemi është që ka po ashtu 1000 arsye për të refuzuar këtë lloj mënyre se si po bëhet opozitë këtu dhe për të rreshtuar në këtë lloj dështimi të të bërit opozitë. Protesta për mua ka shumë probleme, një prej cilave ishte edhe që shkon deri në komplet huti totale. Për shembull, unë pash sot njerëz që thoshte nuk ka rëndësi numri i pjesëmarrëve në protestë. Po për çfarë bëhet? Për çfarë i thret njerëzit ti? Nëse s'ka rëndësi numri atëherë për çfarë tu bën ti? Pse, domethënë se por nëse është për të folur, ti mund të flasësh kudo. S'të lën parlament, del e flet tek partia, del bën konferenca për shtyp.
ku diun mbledh njerëz bën kështu takime Tereza Trumbullakta. Domethënë ka 1001 arsye mënyra se si ti fton media dhe ju flet njerëzve. E para, e dyta, a u thanë gjë aty që s'është thënë më përpara që duhet patjetër kjo formë për të thënë? Gjitha këto tregojnë që opozita është komplet e paqartë dhe nuk e di pse po e bën këtë. Parimisht ka dy arsye themi pse mund të bëhet një protestë ose dy qëllime që duhet të ketë një protestë. Një, të rrëzojë qeverinë, gjë që nuk duket se e ka këtë funksion kjo që u bë, dhe dyta, ta delegitimojë qeverinë. Në të dyja rastet duhet numër njerëzish. Pra ti rrëzon qeverinë kur mblidhet gjithë popullin shesh dhe thotë që nuk të duam. Dhe ajo qeveria është detyruar të ikë kur populli se do. Por ose të paktën ti mbledh ai shumë njerëz saqë njerëzit perceptojnë që shiko, populli nuk është me qeverinë. Pra ti shkon demonstron forcë dhe forca e opozitës është qytetari. Prania e qytetarit në shesh është forcë që ajo tregon kundrejt pushtetit, për i treguar pushtetit që qytetari është me mua, nuk është me ty, që populli është me mua, nuk është me ty. Ky është qëllimi i protestës. Po të shkosh aty të mbledhësh 5 veta, 5 militantë dhe shumica ishin funksionar partie dhe deputet apo njerëz me poste në parti, dhe pretendosh që ti me këtë do bësh Edi Ramën të dridhet dhe do rrëzosh Edi Ramën, kjo pastaj është ta bësh qesharake situatën. Pra ti të thuash që nuk ka rëndësi me sa veta, rëndësi ka që protestoj, rëndësi ka që po flas. Pra dhe edhe emrin e ka vënë foltore. Pse i mungon opozitës podiumi apo mediumi ku të flas? Opozita flet gjithë ditën. Madje Rama ka shkuar deri aty sa që s'ka nevojë as flas më. Po të shohësh, as nuk shkon në parlament, as nuk i nxjerr deputetën për media, as flet fare, se s'ka nevojë të flas. Se opozita flet kundër vetes. Më thonë, jo, bën autogola vetvetes dhe këto janë sukseset e Ramës pastaj. Tash pyetja shndrohet, pse këta bëjnë autogola? Pse këta i shërbejnë Ramës në këtë mënyrë? Pse këta bëjnë protesta ku dëmtohet më shumë opozita se sa dëmtohet qeveria? Pra këtu ka i hall, këtu ka i problem dhe këtë nuk mund, pra unë dy arsye shoh pse bën këto lloj protestash. Një, ose ky ka frikë nga hetimi, nga spaku, nga 21 janari, nga gjitha gjëra për cilat po jetohet dhe po gjen momentin për të bërë rrëmuj. Ose dyta, këtë po e bën, ku diun, për të mbajtur me gajret militantët cilët kanë kohë që kërkojnë protestë. Shiko, militantët prej 7 muajsh duan të mos njihen zgjedhjet dhe të bëjnë protestë për mbrojtjen e votës lirë, siç ka thënë Berisha, të paktën që mbas zgjedhjeve të fundit. Këto akoma nuk kanë bërë protestën e parë për votën e lirë dhe bëjmë protestë për mbylljen e fjalës në parlament. Nuk shoh sens logjik në mënyrën se si. Po dhe të gjitha problemet që përmendi Saliani, po dhe për të tjera shumë. Shumë gjëra që janë mbetur. Që është e vështirë të rekomandosh një opozitë sot me sistemet e krijuara autokratike hibride, që janë të reja, janë forma të reja të sistemit autokratik, se si duhet reagosh. Këto forma të reja bile janë pranueshme bile edhe nga demokracitë perëndimore, si shohim në Shqipërinë, si shohim me sistemi vetë është në krizë. Me Hungarinë, sistemi vetë është në krizë. Po, ne flasim. Është shumë e vështirë për të gjetur një recetë tani në këto kushte, sepse diku ishte shumë më lehtë. Ishte e lehtë sepse ti kishe një aleancë perëndimore, e cila nuk e pranonte, e refuzonte si model kategorikisht, edhe me shkelje më të vogël, ndërsa sot nuk ndodh kjo. Sot interesat gjeopolitike janë ndoshta më të mëdha dhe kërkesa për demokraci edhe brenda perëndimit, edhe në rrethinat e saj edhe jashtë, është bërë me ulët. Kështu që ka disa mënyra që mund të reagonte opozita, është kjo mënyra që thotë për dialog. Nëse këtu do kishim një dialog, mund ta justifikonim edhe pranimin e ulët, në atë pjesëmarrjen e ulët. Mund ta justifikonim edhe tonet e ulta me të cilat u fol aty, por duhet të kishte dialog, nuk duhet të flisin 5 funksionarë të Partisë Demokratike, një qytetare që foli që ishte jashtë nga diaspora, do të kishte dialog mes qytetarëve dhe drejtuesve të opozitës. E dyta, në qoftë se opozita kërkon të rrisë qelsinë e saj dhe të bëjë qytetarët të ndërgjegjshëm për atë që po ndodh në Shqipëri, mund të bënte një analizën e vet në radhë të parë dhe të rrisë komunikimin me këto metoda në çdo vend, në çdo qytet të Shqipërisë. Por duhet bëj analizën e vetë, të gjej njerë fajet e veta, të nxjerr njerë figurat e reja në krye, ta reformoj partinë dhe pastaj të vit të ofrohet me alternativën pasi duke dëgjuar dhe qytetarët. Dhe ka dhe këtë i tha Saliani, i cili ju se vutre, dhe Saliani dori kundër kësaj, duke thënë që për mua duhet ishte revolt dhe jo kjo protest që u bë. Pikërisht? Pra, është dhe kjo, mënyra që ti të imponosh nëpërmjet revoltës. Në qoftë se këto metoda nuk funksionojnë, në qoftë se mënyra pajësore, në qoftë se upgradimi i opozitës nuk funksionon, në qoftë se oferta e opozitës nuk funksionon,
atëre do faktorizohesh në mënyrë revoltës. Do angazhosh njerëzit dhe do bësh një revolt për të A e bën dot revoltën? Kjo është. Tani një nga këto treja, por të bësh një mishmash aty që se kupton asgjë çfarë bën. Ti mbledhësh njerëz për një orë ca dhe të bësh serenat për Edi Ramën si Zavrenozi. Ajo është gjëja më kjo që ndodhi, pa ishte gjëja më kot dhe më pa kuptim që ndodhi që mund ndodhte në aty për bulevard. Ndoshta aq fuqi kanë apo ja? Jo, s'është puna fuqi, është puna të idet. Ka ide, ka fuqi, ka dëshirë, ka vullnet. Qose s'ke fuqi. A do bësh analizën, do të bësh analizën me këtë? Kjo s'mund të zëncoj analizën e çfarë ndodhi në 11 maj me këtë. Dhe Berisha e tha para 2 javësh që ne do fillojmë analizën. Kjo është analiza. Apo të vazhdojmë me praktikën e vjetër që për të fshuar problemet e brendshme, hajde dalim bulevard, bëjmë një protestë, themi hap kutitë ose largohu, siç e bëri Rama, themi Rama ik dhe ushuan problemet e brendshme, vazhdojmë me të njëjtën stil, bëjmë të njëjtën opozitë që do na çojnë në të njëjtin rezultat. Kishte diçka ja. Tani, jo, Ç'është të them unë një gjë? Shiko, po tani me njëherë po që ta edhe pasurojmë pak, gazetari ynë i televizionit MCN-TV ishte atyre mitingu gjatë gjithë kohës, ju drejtoi mikrofonin, por vetëm po ma bëni gati, ha? Vetëm një intervistë të shkurtër ka dhënë Klevis Balliu, të tjerë nuk i pranuan të jepnin gazetarit tonë, Mariglen Kume ndaj një shkreti tërë kohën aty. Pa pushime të gjitha. As deputetët nuk flisin. Nuk flisin dhe i foli vetëm Klevisi. Edhe në momentin që e keni gati, ma jepni mua, Tani ma jep pak që ta kemi intervistin. Sa të fusësh atë. Para se të Ka disa argumente. fillon Saljani dhe pastaj lidhet me njerë me Klevisi. Qëndrojnë analizat deri diku. Pra analiza e Antonin se duhet të jemi vërtet në fakt me njerëzit. Jo përpiqu se këta të vërtetën. Se nuk duhet bëj edhe unë të vërtetën. Jo dhe aq, dhe tani ike pak. Jo the gjërat vërteta, gjërat që ishin shumë të vërteta. Tani ta them, pra tani ka një problem. Partia Demokratike ka qëndrim që zgjedhjet janë vjedhur apo jo? Dhe unë besoj që po, zgjedhjet janë vjedhur. Po ju thoni sistemi është në krizë, unë them që është një sistem i ri i konsoliduar që është autokraci. Të gjithë institucionet i nështrojnë vullnetit të një individi. Tani, kur kemi këtë, po themi, kur marim këto dy premisa, atëre ne duhet reagojmë si pas tyre premisave. Ne sot duhet kishim revoltore, se po e quaj kështu, jo foltore, revolt, se po e them në formë shumë e qënë se foltore, jo revolte. Revoltore, nevojtore, bëhet bashkë këto dhe nga tronë. Në këtë kuptim, ju thoni arrijet apo jo, po s'pari njëri vendosët rruga që duhet ndjek. A duhet revolt, apo duhet një mënyrë me but. Unë mendoj që kushtet ishin që ne t'jemi në revolt, dhe t'ishim revolt. Dhe besoj që arrijet, edhe po e them këtu tek ju që nuk kam parë në një përpjekje të madhe të Partisë Demokratike për mobilizim në këtë protest. Nuk e di nëse e keni parë ju. Mua më gërën sy që nuk ka pas në një mobilizim të madh. Ka qenë një njoftim me mesazhe, nuk ka pas mobilizim të plotë dhe kështu me radhë. Po, a duhet ketë Partia Demokratike dhe duhet të nisë nga vetja? Po, ma Partia Demokratike duhet të nisë... Nuk e kuptoj këto moment. Ja, ta përfundoj edhe vi. Partia Demokratike duhet të nisë pa diskutim nga vetja. Pse nuk organizohen, mëse është pyetje shumë e thjeshtë. Ti thua që do organizim. Çfarë mungon o vlla? S'kan mundësi? S'kan përtojnë, apo këtë diun? Unë po them... Shiko, faktet janë po të luritur, dhe diskuri juaj është agresiv, pra ju thoni që këtu po bëhet nami. Ndërkohë, qaloj pak organizimi. Tani këtu ka një gjë, pse ju mendoni që këtu nuk po bëhet nami? Po, edhe unë, dakord me apëse, po të mos mendoja se ju s'do mërzitesh are, thoja letriku që është varja. Edhe unë prandaj e them, ka që jam i mërzitur, se më sheftit jemi gëzuar? Absolutisht. Jam i gëzuar. S'ka zësi. Po, s'parit bjem dakord që po, këtu po ndodh nami. Bjem dakord për këtë. Argumenti nuk kanë nevojë që të ketë masivitet. Qëndron ose nuk qëndron? Qëndrojnë ato që tash nisi unë? Qëndrojnë dhe më shumë vilet. Po pra, atëre, argumenti qëndron që Shqipëria është në këto kushte. Si do ta delegitimojmë qeverinë? Se tha të delegitimojë qeveria. Qeveria për mua është delegitimuar në sy të opinionit publik. Ne duhet të bëjmë gjithçka dhe çdo lëvizje të mundshme brenda nesh, që ne të kemi sparje masivitetin, aty dy rruga se si rrëzohet qeveria. Po më gjeti njëri, ose edhe ju, një rrugë tjetër, ma thoni,
ose me protesta masive në rrugë, sa ta paralizoj, ose me votë. Tani, ne duhet, jeta mbyll, ne duhet që si opozit pa diskutim, të dëgjojmë se po të them edhe këtë tjetrën. Po, ne duhet ta shohim edhe ata aty, se nuk duhet të fshihen bazgishtit. Protestën e sotme, platformën, po e quaj si që quajt zyrtarisht parlamentare o qytetare, ne duhet të lexojmë. Ashtu siç duhet të lexojmë edhe zgjedhjet e pjesshme në disa bashki. Kjo është një kampan alarmi së pari për Partinë Demokratike dhe për opozitën. Unë jam plotësisht dakord me Ne duhet të dimë që ta lexojmë, po e them prap, edhe pjesëmarrjen sot, pavarësisht se nuk ishte këtë mobilizim masiv, edhe rezultatin e zgjedhjeve të pjesshme që sapo kaluam para disa kohësh. Nuk mund të fshihemi pas gishtit. Demokratët janë të mërzitur. Shqiptarët janë mërzitur nga qeverisja, demokratët janë të mërzitur me ne. Me ne më ne, demokratët janë, opozitarët janë të mërzitur me apatin në Partinë Demokratike, që nuk po i përgjigjet, por prandaj po them lehtë ta përfundoj se vjen kjo. Do kesh një kohë. Po mirë, po një kohë do ta kem, po do të përgjigjem pak disa argumente, se mua më për Partinë Demokratike. Se molla se unë shoh kolegët tu që ja vën fajin gjithkujt përveç vetes. Kur ti kesh kolegët e mi, pyeti, unë po të them... Po s'vitës dalin ata, ja si kanë kthyer përgjigje atij. Pra, edhe në këtë kuptim, unë mendoj që është më mirë që ne të flasim, të diskutojmë, të themi shqiptarëve dhe të përballemi edhe me mendimin ndryshe, kjo nuk është shkencë eksakte. Por unë për vete mendoj që do ishte rruga më e mirë që ne të kishim revolt sot dhe të kishte një mesazh. Korrupsionin. Është kapur kryeministri zotëri. Po ndoshta revolta do të në këtë kuptim. Mendere. Po pse ti mendon që nuk ka opozita forcë për të organizuar protestë. Po pa diskutim. Po zotëri, pa diskutim. Pse se bën? Megjithatë që në mbrove ti, është menduar kjo formë. Po Salian, megjithatë që përmendet ti, megjithatë akte korruptive që përmendet ti, mbushen rrugët ore në zhvën të botë. Do ta kishim bërë si atje, ku ishte atje që pa një hodhën lumë deputetët. Urdhë? Në çdo vend të botës, kur ka akte të tilla korrupsioni, nuk presin që të therras opozita, mbushen rrugët edhe vetë. Si mbushen vetë? Mbushen patjetër. Do të thënë të mbushim rrugët ne dhe ti të bësh pa opozitën. I ke partin Francë çfarë bën ata kur ne të mbushim rrugët dhe ti të fitosh për reformën e pensioneve. Ti të fitosh pushtetin. Jo, pa opozitën. Nuk është çështje pushteti, ne po themi nuk po vjen lekë të opozitës, po vjen lekë të gjithë shqiptarëve me buxhetin tani. Opozita po vjen. Po kush po vuan? Po jam se opozita çka ka në dorë tani se kjo po i vjedh qeverisja dhe qeveria. Ka një paradoks. Dhe këtu ju thoni që duhet ketë përkaq. Ato seancat e parlamentit ku mohohet fjala, deputetët opozitës flasin më ashpër dhe revoltohen më tepër se sa ajo që bën sot. Ky është paradoksi. Sot ishte kështu, rëndësika që revoltohen. Sot ishte ku ishte Azikuli, Bere Azje. A e thon fjalën? Jo këtu. Po revoltohen pra. Si revoltohen? Revoltohen, zoti Tela po thotë që revoltohen në parlament. Po pse nuk janë akte për të revoltuar këto? Po pra, po them, më tepër bërtasin atje dhe artikulojnë më tepër dhe më ashpër se Zotëri i nderuar. Sot ishte platformë pra, dhe duke qenë platformë. Zotëri i nderuar. Komunikimi tjetër. Me gjithë ato që ti duhet të plasin rrugët nga njerëzit, o zotëri. Po pse nuk duhet plasin, sipas mendimit? Duhet mo. Po kaq pra. Po ku janë? Po them unë pra që ka një problem pra. E peti sa njerëz kishe? Sa kishe atje? Kishte mjaftueshëm sa për një platformë qytetare parlamentare. 77-42 thoj. Kishte reagim, po çfarë do numërojmë? Po më flet si Luli tani. 77-42. Po çfarë do numërojmë tani? Si do numërojmë? Sa ishin? Hajde bëjmë kështu me lojë kungulleshkash do bëjmë ne. Unë po të them që po, protesta përcolli një mesazh që këtu ka reagim kur ka korrupsion, pa drejtësi, kur ka vjedhje. Fokusoj. Berisha ka thënë që ne do mbrojmë votën e lirë, nuk do e gëzojë Edi Rama pushtetin, ne do e përmbysim, ne nuk do ta lëmë atë që tha sot pra, edhe sot këtë tha. U bën 7 muaj më valla ai s'ka nisur. A tha sot se unë dëgjova, dëgjoj apo tha që Edi Rama i ke ditët e numëruara, tha sot. Që ne do të jemi këtu, do ta rrethojmë. Numëruara po sa deri infinit. Kështjellën e ku diun, Kuçedrës për të prerë kokën që të vit dita për të numëruara deri sa. Se numrat fillojnë nga 0 dhe mbaron në infinit. Tani, puna është ka 7 muaj, ai nuk ka nisur të bëjë një protestë për vjedhjen e votës akoma.
Ndërkohë që ju ka premtuar njerëzve Sepse që është pritur raporti ose Beodiri. Tani që doli raporti do ketë besoj edhe reagim në Po raporti ka 1 muaj që ka mbaruar raporti tash. Tash këto ai bën foltore te kryeministria. Zoti Saliani, tani të flasim hapur se të flasim hapur. Thash qëndrimin tim. Ti je i kënaqur me këtë mënyrë që po bën opozita? Ore, nesër do vesh atje ti. Do Sa mbitesh. fakti s'është. Tani Pyet thajin do s'është. të bëjmë një pyetje nëse më lën. Po ti dëgjove çfarë thash unë deri tani? Pse më bën? Po që nuk jem, po jo më po të thuash. Po ta thash po. Ora po ta them edhe një herë tjetër. Ja po ta thash. Po bëjmë ashpër më. Po ja Të paktën bëj këtu, atje bë të lish. Po bëj këtu të paktën. mirë, dakor. Dhe bëri pra e tha. Dakor, tani se kjo nuk është Më shumë se mund të Ora thosh. ti tani dëgjon çfarë them unë apo ti ke një pyetje ai aty dhe do tha ta bësh tepër, patjetër. Ora ti ke një pyetje do ta bësh. Ai apo do tha, të bësh, shiko, apo do të foli ndjekesh, but, po tha tepër. debatin. Ore që të mos na dalë biseda si mitingu, o zotëri, po si dice- foltoria. Po na doli biseda si foltoria, ne u dogjëm. Tani mos e bëj si Ti po na djeg bisedën. Ora dëgjoj Do jetë dhe audienca si sheshi aty me 300 veta. Po bë audiencë, pastaj na bie audiencë ne më valla. Dalin vetëm 300 veta. Ti po ecën me paramendim. Ke mendu diçka? Ke mendu që Jo, unë do them një gjë ndryshe? Edhe me qenë se unë do la ndryshe tani ti e ke pyetur. Ore, ti që erdha këtu. Ore, dhe ti e ke Ka qenë ajo që Ore, erdha këtu s'kisha as i mendim. Ora se kam një U përpoqja të mendonja, nuk mendova për herë të parë. Dakor. Nuk kisha mendim o zotëri, nuk kisha prishe mendim planin, fare. E di si se e ke thënë, e kemi thënë për ti këtë punë. Ti tani e ke punë për ta bërë këtë dhe po heqe dhe hoqa dhe këtë pyetjen. Po unë deri tani atë thash, ti veri vjes që hoqa dhe këtë pyetjen tani. Do ta ndjekësh debatin. Ore, nga rastet shumë të rralla. Veri vjes se i ku ajo Erdha pa pik mendim. Kalot. Ere gjatë gjithë rrugës u përpoqja të mendonja, s'mendonja do të gjë fare. ke çfarë mendon? Kalot të kishe kishe mendoj. tjetër se kjo iku pra ne diskutuam. Po si Tani- kjo më tash, kjo këtë na thytin. Si do Keni një ide tani si mund të bëhet më mirë kjo punë o zotëri? Ta dinte zgjidhjen. Ti tani? Po e kam, do Dhe a mund thoni mendimin tuaj? Dhe tani një minutë. A ka një ide ky si mund të bëhet më mirë? Dhe a ke fuqi ti ta thuash atë kam përballë dëgjuar, doktorit? kam dëgjuar, shumë. Dhe përballë flamurit e thua dot? E ka thënë ai po. Po Ylli, unë kam thënë çka bër, Po të ka dëgjuar njëri, ja ta thot. kam bërë 3 mbledhje, kam bërë 3 mbledhje për të, kam bërë 3 mbledhje, një kryesie, një me struktura, një me kështu. Për këtë që bën sot o vëlla, tash ç'është diskutuar këto 3 mbledhje, se si kuptohen. Do ta them tani. Do të përgjigjem. Po me njerë më. Pyetjen tjetër po. Po, Partia Demokratike duhet të reagojë fort dhe ashpër në raport me çdo skandal që i ndodh qeverisë. Por Partia Demokratike nuk mundet edhe nuk duhet të shmang ndryshimin e vet. Po ky është thelbi. Pra e kam thënë, prandaj s'vin njerëzit. Tani më pyete po do them prap. Unë nuk e di se njerëzit mund mos vinë edhe nga Afrika. Njerëzit mund mos vinë edhe Po jo, po pse vinin 10 partia? Unë po të them këtë gjë. E thash pak më përpara, prandaj thash që ta ndjekim debatin. Ja, i vetmi njeri që ka folur, Partia se Demokratike haruam. duhet I vetmi njeri që ka folur është Klevisi. gjithë reagimet e këtyre. Ta ndjekim, Unë po ta them tani. Po. ju lutem, Tjetër. sinkronin me Klevisin. Çfarë formati do të jetë ky protestë? Sa duket, qeveria Ky është formati ku qytetarët mund vinë dhe të japin mendimin e tyre dhe të flasin dhe deputetët të cilëve i mohohet fjala. Këtu do të jetë një foltore ku të gjithë mund të bëjnë denoncime të gjitha vjedhjeve të qeverisë. Ajo çfarë është ironike është që imagjinoni kur që si e kanë blinduar këta kryeministrin këtu, ka me qindra me mira policë pse kanë ardhur sa qytetar të thonë mendimin e tyre. Kurse kur vjen Sinaloa, hapen dyert, futet në kryeministri, rrin me orë të tëra dhe se mos guxon ndonjë media t'i sulmoj se i sulet kryeministri siç u sul në momentin që u denoncua fakti që Sinaloa po pastronte parat në Shqipëri. Po se kjo është një protestë qendrese, protestat janë formave ndryshe, është si Bashkia e Tiranës. Do të jetë gjatë gjithë kohës këtu, do të jetë përjavshme këtu. Ajo çfarë mund t'ju them unë është një protestë qendrese që nuk do të zgjasë. Ktu nuk është më çështje numrash, ktu është një çështje që duhet të jemi konsekuent, duhet të jemi konstant në protestat tona dhe në aksionin tënd. Nuk mund të jetë që hajde të bëjmë një protestë dhe të shikojmë vetëm ato pamjen e kaq shumë njerëzve që kur të jetë kur do të vijë një moment që do të ketë protesta kombëtare, por nuk mund të jetë vetëm ajo se qartazi nuk ka mjaftuar. Prandaj do të jenë këto protesta dhe nuk përjashtohen protestat kombëtare, të cilat së shpejti do të vinë. Çfarë rezultati prisni nga gjithë ky aksion? Çështja çfarë rezultati presim ne. Çështja është çfarë do bëjmë gjithë bashkë, nuk është më një problem i Partisë Demokratike. Dhe Seleni, Po është problemi gjithë shoqërisë. shëqërisi. Pra, ka një kapje të kjo është ta Klevisi, ja që është shikoni. një njëri. Po dakord me që është ajo e pam. Ky është formati. Nuk ka. Mati tha, ky është. Po, i cili do të jetë me qëndrueshmëri. Një replikë me një fjali e kam. Po. Problemi është i gjithë neve. Përgjegjësia është e juaj. Ju e keni marrë përsipër të gjë.
Askush nga ne s'ka marrë përsipër të bëj opozitën tu, të bëj opozitën zyrtare, se s'ka përgjegjësi. Ne kemi problem me shprehjen. Përgjegjësia është e juaj. Në qoftë se nuk ushtron dot përgjegjësinë në opozita, atëherë më mirë të ikë. Të lërë dikë tjetër. Dhe për shkak se ne kemi përgjegjësinë, unë po ju them këtë gjë, që Partia Demokratike duhet, patjetër, unë po e marr përgjegjësinë, unë nuk kam në një funksion të lartë apo jo. Nuk kam qenë as organizator. Unë me mesazh jam lajmëruar, me qenë se era fjala. Çfarë të them tani? Se po ta them edhe këtë. Përgjegjësia është e opozitës, edhe unë nuk është se nuk kam në një mundësi për të organizuar apo jo. Nuk është se nuk është se jam as i pamundur që të ndërtoj narrativën për të folë aty, shumë edhe se sa këto që për shkak të hapësirës këtu i tham përgjysëm. Tani jemi në kushtet ku po, unë nuk mund t'i them dot qytetarëve, demokratëve, opozitarëve që më mbështesin që ne jemi në po shkëlqejmë. Po, ne kemi problematika të cilat duhet i adresojmë dhe duhet i zgjidhim. Po ndërkohë, nuk duhet të fokusohemi nga skandalet që po ndodhin me qeverinë. Se këtu bie dakordun me këtë që thot pasaj Ylli Rori që kishin 100 mesazhe. Po më duhet kishin pak mesazhe të përqendruara se kanë ndodhur skandale të mëdha, shkap kryeministri në korrupsion. Edhe nuk po bëhet fjalë këtu njerëzit nuk kanë 50.000 lekë të vjetra për të mbyllur muajin, këtu bëhet fjalë për 50 milion euro aty, 60 milion euro këtu, 100 ca milion euro atje te ai tjetri te aeroporti. Edhe këto dalin vetëm se zihen me njëri tjetrin kush të marrim më shumë para ata. Kështu që në këtë kuptim, po, kemi përgjegjësi, duhet ta lexojmë, po e them prapë, duhet ta lexojmë mirë reagimin e demokratëve. Apo mos reagimin e plotë demokratëve, ashtu si strategji, por mua ne duhet ishim në kushtet e revoltës. Për të folur, po nëse kjo është edhe protesta e parë, apo po themi platforma e parë, po mënyra e organizimit, kur është një formë po themi, e dhënjes mundësisë qytetarëve për shprehur mendimet e tyre është pak e ndryshme. Që e nisin qytetarët, deputetët e kanë edhe shumë mirë që ka ndërtuar. Kur thua revolta, domethënë kush i bashkëngjitet kësaj revolte? Se këta njerëzit kanë dalë sot. Do ta them revolta si bëhet se mungesa e njerëzve në një pikpamje është mungesë besimi. Ndërsa unë mendoj ndryshe. Mungesë besimi ndaj këtyre njerëzve që kanë dalë për të përfaqësuar. Do mos e ky thotë mendoj ndryshe. Unë di se unë di ta lexoj edhe po themi edhe nervin edhe logjikën e opozitarëve. Po, është shumë më vështirë që të dalë një demokrat për të folur në një protest butë, se sa po të thuar që të dalim për revolt. Për xhiro, thonë njerëzit, jemi lodhur çik. Pra duan një arsye të vërtetë. Patjetër, duan arsye të fortë, duan të protestojnë fort. Tani e bani më se nuk dua se nuk dua ta se këtu ka pas një rast ku zëvendës kryeministri u doroq. Zoti Meta apo jo. E patë Edi Ramën ju çfarë bëri me hunje, me gure, me drue, edhe me flaka atje apo jo. Ti kishin ndodhur këto qeverisjes Partisë Demokratike, e di çfarë bënte Partia Socialiste apo jo. Këtë po them unë. Pse ti mendon që unë vet po ti ishte ndryshe do dilja më me forcë aty dhe do reagoja vet. Po këtë po them prapë, dhe po ti thua qytetarëve, hajde do dalim revolt sot, ta shikosh javën tjetër se si do jetë. Nuk vinë më... Po të ketë, jo vinë që t'keme atë punë. Njerëzit vinë dhe reagojnë fort sepse nuk besojnë të gjitha. Jo, më nuk e dim këta besojnë apo nuk besojnë. Unë po them që është gjetur rruga e gabuar, se për të besuar njerëzit besojnë që keme atë punë. Edi Rama në Tiranë, pavarësisht vjedhjeve, deformimit vullnetit zgjedhësve, përdorimit shtetit e tjerë, ka marrë 48% votave, nuk e ka kalkuar 50% në zgjedhjet e 11 majit. Besojnë se ju ullët tavolinë me Edi Rama. Sa mira qytetarë tjerë nuk kanë dalë. Ju ullët tavolinë me Edi Rama dhe bën kodin zgjedhor që i pëlqen Edi Ramës. Në fundit janë parë edhe revolta dhe protesta. Kanë pasur gjitha sukses. Si? Të gjitha kanë pasur sukses. Ja da them unë, me qenë se ne jemi po njësoj. Ja pra da them unë. Po them, jemi po njësoj në pikpamjen e raportit të numrave të majorancës. A do t'i ndajmë pak? 1, revoltat dhe protestat dhe aksionet, 2, gabimet e drejtuesve të PD-s. Çadra prodhoi me më pak se një muaj largimin e 6 ministrave më të sulmuar atëre. Ilir Beqja, që sot prit, ta them unë, Sajmir Tahiri, ku di unë, Mimi Kodhelit, 6 ministra. Mbas 100 ditësh e detyroi Edi Ramën që tulej në marrëveshje për të bërë qeveri teknike. Po pse fajin protestat ka aty që vetë ai që ishte aty dhe ulet me Edi Ramën? Me ishte dhe tjerë. Po si, edhe kam qenë kundër.
Po pse 2019 kur u lan mandatat? U lan mandatat. E kemi diskutuar, kam qenë kundër. Po me qenë se the ja protesta, po prap, ja prap jo the me qenë se thot nuk ka pas. Protesta ka pasur sukses të jashtëzakonshëm. 2019, ja sepse, por nuk është se nuk e ka pas protesta në zotri. Vetëm ja gjeni ishin që Lul Basha mësoi të këndonte imi. Jo, da them unë çka ka pas. 2019 nuk e ka pasur problemin protesta, e ka pas ndalimin. Absurdi është që PD-ja e... Unë po e nis këta me protest, pasaj vede zjedhën. Ajo formë protest. Patjetër mos ka pas sukses. Ajo lloj proteste, në fund të ditës ishte njëu militantët që edhe u randu, burgosën, edhe u lan rrugë. Ka dhe një instrument, po lënia e protestës, jo protesta. Dorëzimi kjo është mungesa besimi pra. e qershorit të 2019 dhe dorëzimi i bashkive ka qenë problemi. Se ka qenë me e pilotuar, se tani mos i kthehemi. Lereni, mos u merrni me punë. Ka qenë kështu apo jo? Si u bë kanë zgjedhjet ashtu? Pra, ne nuk mund të vendosim, pas e ka dhe një gjë tjetër, protesta si instrument i betejës politike shumë e rëndësishme. Është tjetër gjë të vesh të përplasesh atje. E mbani mend ju se ju thoni se po drejtojmë kështu tani. Ju thoni që po jo por numrat, po thot Mërtiri numrat. Me sa ditë Albin Kurti kur përmbyste ato makinat e Uleksit atje? Ishte shokati, ishte Albin Kurti. Ama me konsistencë, me qëndrueshmëri, me vërtetësi, duke qenë i vërtet arriti të bëhet shumicë dhe tjetë qeverisë. Këtë po them unë pra, ajde bëjmë betejat forta dhe reale, ajde ta lexojmë realisht, atë që ka ndodhur dhe që demokratët e lexojnë, po s'mund bëj edhe unë tani sikur nuk e lexoj që po demokratët duan ndryshim o zotëri tani. Sepse ka njerëz që nuk kanë për beteja, ka njerëz që nuk bëjnë organizim për protestë. Dhe në këtë kuptim, tani hajti ve me lulen e të them unë, hajti ve me lulen e këtij edhe të themi që Shqipëria është regjimi, ju thoni tani hajde të bëjmë atëherë thosh mungesa e besimit të drejtuesve të PD-s që njerëzit do t'i mbështesin, edhe do shkojnë atje të shumohen. Dakor, ky është problemi. Po, zoti Saliani, shikojmë tani se dakord, diktaturë. Diktatura diku është? Këtu. Diktaturë është ati ku e merë Navalnin ai, e fut në burg. Po pse këtu? Prito. Balkon që është, nuk e di. Po prit më prit. Të mori të sjerë. Kë mori më? Dhe Berishën. Pa e ka marrë vetë, atua. E në gjitin balkon. A i ka marrë përveç Edi Ramës. E mere thërret prapë. O, zotri, përveç Edi Ramës ka marrë 20 më të rëndësishme Edi Ramës. Po pse Ilir Medën, nuk e ka marrë Edi Ramës më? Erion Velin. Ta që fut vetë, futi. Kë fut vetë? Po pse me vërtet me ndonë që këta nuk i ka sulmuar Edi Rama? Juve ju pas ka futur Spaku, po cili... Që me thënë të kiti fut e drama. O zotri, po pse të marrësh Ilir Medën zvara, shu si që mori, dhe dali dhe sot a i thote Në farma falë, që kiti fut e drama i fut gjithë. E drama i ka fut gjithë ta. Për mua, absolute. Po pse kush e ka futë? Pse ti mendojnë që... Por e drama ka ndes Belan me këtë që ka kryuar vetër. Kjo është mostra, ka kryuar për vetën e vetë, mostrën e Fikeshtajnit. Mostra po hatë zotin. Ja da them unë, kjo është narrativa e regjimit. Si më narrativa e regjimit? Kjo është narrativa e regjimit. Për qatë të bëjkevin unë ty me 10 veta që më zore ti atyro. Ja da them unë, kjo është narrativa e regjimit. Për lirë më të ajo... Kjo narrativa e regjimit. Narrativa e regjimit është kjo. Po narrativa të ende, ku qeshmo? Cilët ka futur në burg? 3 gjinit dhe 75 gjinit, talë bëdhën me popullin shqiptara. Cilët? Cilët janë këta njerëzit që kanë shkuar para tërësis penale pa dash Edi Rama? Kush? Arben Ahmeta i pasi thot Rama, po tisha unë... Po Arben Ahmeta s'ka vajtë gjithë që është jashtë Shqipëris. Po mirë, me ata që është marë. Erion Veliaj, Belinda Balluku, është tirë. Ke njërës të burg, ke njërës të tjerë në burg, janë të majtë. Ramën, ma thuaj pak. Nuk ta futin Ramën. Nuk ta futin, nësi vënd bosë nuk ndosë të marrin. Po të bje Rama e marrin e fund, po s'kush ta zoj Ramën? Po jo, ja po ta them unë. Merë 30 veta në zilja ty të pazarit e të rëzon. Po lemo se është tortën. Po le tani se na gënjeni tani se është tortën. Po jemi se nuk jemi të fëmijë tani të na gënjeni ju. Vjen ti tani. Ore vjen ti tani. Si se besojmë? Kës besojmë? Po këtë mos besojmë. Ore a dëgjove çfarë tha dieti? Pyet e kam, beson ti drejtësia është e pavarur Shqipërisë? Jashtë ishte dje. Apo ishte në Shqipëri? E di çata Sali Berisha dje. Dëgjoj më dëgjoj. Dëgjoj më di çata. Oho, ne te drejtësia ti Shqiptarët në zgjedhjet lokale që u bën tani. Praktikën Ramën tha. Ky s'mori pjesë fare në zgjedhje. Ai mirë, po shmang debatin. Jo më jo tha praktikën Ramën. Ti mendoj që drejtësia është e pavarur? Se e kam Jo gjithë drejtësia. Thuaj këtë. Spakun ai ka krijuar nuk është një sot. Spakun Edi Rama ka krijuar mostrën e Fikeshtajnit. Mostra tani po ha të zotin. Po. Çfarë po ja të zotit?
Në cilin rast? Shokët e po janë ka shokët një nga një. Të gjithë shokët. Ka fundit shokët në burg. Po i grinë më. Ora sa dhe ky diskutimi që bëhet publik Do me thënë këta që i merë spaku, i pas ka urdhruar drama. Apo bën drejtësi, po i merr këtë, po i merr atë. Por çfarë po i merr? Por çfarë? Si po i merr? Po fund burg Këta që pas juaj shikimin. Po pse mo këta po pse fund burg Rama ata? Pse fund burg Rama? Rama kapi heq. Ja ta them unë sepse i fut. Çi duhet Ramës? Sepse do që të mos ketë asnjë njeri që t'i bëje. Asnjë njeri, dëgjove se ta para ca ditësh apo jo, patjetër. Bën hiera atje. Kush është ky tha biri politik që do më krijojë mua probleme? Se nuk i le ai. Orvin, ai tha të dy kalove listë tha do çosh 5 mëngjes do lësh murin. Ore ku kishe njerëzit? Çfarë thoni? A mund ti s'ka nevojë për njerëz. Patjetër do jemi të argument. Ore ku kishe njerëz? Cili argument? Ore argument. Pse për çfarë kanë thënë për filozofët kanë thënë këto? Filozofia tim. E kontrollon drejtsinë ai apo jo? Filozofia tim. Ore për çfarë kanë thënë? Jo të gjithë. Ore zotë, falni më. Ore për çfarë kanë thënë këtu? Për filozofia. Jo, është. Mund të ka thirrë si politikan, antar deputet i Partisë Demokratike, një nga njerëzit e rëndësishëm të kësaj partie. Cilin ke pyetë? Se ike nga debati. Dhe ish qytetari ten më shkruan. Pyete Salianin, a ka ambicie për të marrë PD-n? Nëse doktori nuk është, kuptohet se po të jetë gjallë, haroje po. Mirë, pra ky është diskutim tjetër. Doni të vim këtu tani se diskutim. Këtu e qetësoni. Doni të ja, këtu e qetësoni. Po këtë tjetrën se kjo nuk diskutohet. Ju ja keni lënë të gjitha. Ku tani e qetësoni, Ju ja keni lënë të gjitha Edi Ramës. Prit përgjigjem edhe këtu. Po. Tani Edi Rama po arestoka të vetat. Ja, ti po thua të njëjtat gjëra që thash unë me fjalë tjera. Ja keni dhënë. Pra, a ja kemi dhënë, ai ka marrë siç them unë, po i ka Rama të gjitha. Ore spakun e ka krijuar Edi Rama dhe ti, ke votu dhe ti për spakun. Se unë nuk kam votu, nuk kam qenë, jo, nuk është votu. Partia Demokratike ka votuar reformën në drejtësi. Sa thot ky unë? Pra po reformën drejtësi kjo është. Po prit mos e ti them edhe këtë. 6 ligjet që kanë kaluar më vete për krijimin edhe për funksionimin e institucioneve tjera nuk i ka votuar. Nuk ka votuar se ishin çadër. Po jo më Dhe vetëm një njeri e dinte çfarë po krijoi. Ka votuar me qëndrim. E ton. Vetëm një njeri e dinte atëre çfarë po krijoi. Ilir Meta. Ma tha mua rastisht. Atëre, pa u krijuar, e gjithë. Ai e dinte çfarë po krijoi. Ore, po tani më qenë se do për Ilir Metën, po pse Ilir ishte pa kanë ditur për ato më. Jo, dakord jam me atë. Po kjo që po më thua moti. Po një këtu, një aty, dy këtu. Do të dish mendim tjetër për moti, nga për me. Spaku është një instrument që ka krijuar situata edhe pozitive në Shqipëri. Por, në gjendje për mua, një sekond më zotë, një sekond. Po do ta dish për mua, në qoftë se bota rregulloi duke krijuar një mekanizëm, një botë se s'ishte korruptuar, se s'ishte e trafikuar e të gjitha e tjera, po të krijojë kështu zgjidhje ishte rregulluar gjithë bota. Ne u kam thënë gjithë politikanëve shqiptarë. Që nga njerëzit e pozitës dhe opozitës. Ishte zgjidhur Amerika Latine me 6 pak. Krijoheshin 6 pak dhe shtonte. Është tjetër gjë që nuk zgjidh. Po nuk e zgjidh. Edhe puna e spakut nuk shihet dot si e pavarur, po të bësh një analizë gjatë. Nëse do të ketë më ashtu si që janë ndarë shqiptarët. Ne bëjmë diskutim tjetër. Jemi okay. Po mos ka qenë që pavarur tani vëllera. Po të bësh një analizë gjatë, ne e shohim se si është puna e spakut, kupton? Sa eficiente ka qenë për të luftuar korrupsionin, sa para ka konfiskuar, sa pasuri ka konfiskuar, mjafton këto pyetje për të kuptuar. O Anton, ai merr një vendim. Shiko, ja dëgjoj. Ai merr një vendim fare të thjeshtë. Thotë zgjedhjet janë vjedhur. Pa mbaruar, mbarojnë edhe pa mbaruar, thotë po do viden. Këto zgjedhje viden. Këto zgjedhje fiton Edi Rama. Nuk ka zgjedhje me Edi Ramën. Pasi bëhen të gjitha këto deklarata, bëhet deklarata pasi mbarojnë zgjedhjet, që zgjedhjet janë vjedhur. Dhe s'ka asnjë analizë. Deri sot, keni një analizë për zgjedhjet? Po pra tani. S'ke një analizë për. Edhe nuk mund të shfutur. Ore ti e pyet atë zoti kryetar, pse s'kemi një analizë për zgjedhjet? Po unë kam thënë më shumë se kaq, më të i ketë dëgjuar edhe në kryesi dhe në publik. Unë po e them këtu ti thua e pyet. Jo a kemi analizë, unë them duhen vendim parë ti thua analizë. Analiza është si partia punës, po unë them jo analizë o zotëri. Unë po të them më shumë, ora duhet ndryshim, ti thua analizë. Ç'analizë analizë më që si na vodhën? Duhet shkelbër pra. Sepse duhet ndryshim, nuk kanë besimin e atyre. Se për shembull nuk shojmë në një. Po them ta lexojmë ti thu. Nuk shojmë në ndryshim të Berisht me Bashën, më i mori të gjitha thanë se do jetë më mirë. Dhe Befas ka nëse diskutimi tjetër për çfarë ndodh në Shqipëri, është diskutim tjetër. Ka një gjë më po, se ka dhe kështu nonsens këtu. Ti thua tash që duhet ndryshim ata që e kanë kapur. Po ata nuk se ndryshimi do thotë ikin ata. Ata sikin o vëlla, tash si do bëhet kjo punë? O duhet ju të hiqni ata që duhet ndryshuar, se politika kështu është vëlla. A kupton? Pra të nisni lëvizje për të ndryshuar. Nga fillon nga fjala apo jo? Ose pastaj ku di pastaj fjala një. Nga fjala. Pra unë mendoj që po ikin komos, po bëni asgjë. Jo, se nuk është kështu. E para është fjala më. E para është e dim këtë. E diskutojmë njëherë, themi.
Pa diskutim që japim kohën e vetë për të gjithë situatës. Se qa preti që dalun tani edhe të mbyllim sytë për këto që pëndodhin me qeverinë, merren vetëm me këtë të opozitës? Jo, po të dyja bashkë, pëse? Po të dyja, pra, dhe prandaj po të them të dyja. Po të them edhe këtë, po të them edhe këtë. Ka një problem, pra. Shiko qa problemi ka, që jam dakord me mërtire. Sa më shumë opozita mbyll sytë me probleme që ka, aq më shumë rrezikon të Bëhet e pabesueshme. reduktohet, bëhet e pabesueshme, të njerëzit largohen, të shohin që këta nuk pranojnë të shohin vetë rrollë. Këta duan të jenë një kaç, të kapin atë opozitarizmin dhe ta mbajnë aty, ta mbajnë për vete, ta kenë pronë private. Kjo i largon njerëzit. E dyta, sa më shumë gabime, të bëjt njëjtat gabime që i kam bërë gjithmonë, ti përsërisë akoma, njerëzit prapë do të kurajohen, do reagohen edhe mbështetësit. Do thonë pritet se këta këtë dinë, këta s'kan as ide, këta s'kan as njerëz, atëherë çfarë do bëjmë? Largohemi, s'merrem fare me këtë punë. Dhe dëmi është që nuk është se largohen vetëm nga opozita. Largohen nga politika në përgjithësi. Ata bëhen indiferent ndaj politikës pastaj dhe kjo është jam e lehtë për një qeveri. Largosh njerëzit nga angazhimi politik është dhuratë për qeverinë, nuk është dhuratë për opozitën. Opozitën e godet. Pra kjo është, prandaj duhet bërë sa më shpejt dhe nuk i falen opozitës këto gabime. Po edhe... A kam majoranca? Pikërisht se majoranca ka i shumë gjëra për të revoltuar, opozitës nuk i falen që të mos i revoltoj njerëzit. Po, Mos i çojnë revolt. edhe në rast se e bën analizën, edhe dhe analizat thu që ne i vodhi zgjedhjet e Dirama dhe vetëm ai e ka fajin. Jo, dhe ne s'kemi fajin vetëm ajo. Nuk ka është problemi pastaj. Nuk e ka i vodhi. Nëse e bëjnë të tillë brenda analizën që s'kemi fajin ne, se nuk lodhëm shumë u përpoqen. Bajna vodhi votat. Problemi është se Berisha Gjatherës ishte kamerat e KQZ-s. Janë të Berisha nga zyra aty dhe i shpjegonte. Në të gjitha kamerat e KQZ-s që dukeshin aty, duket sikur opozitë s'kishte fare komisioner. Ku ishin komisionerët e opozitës? Si mund të bësh të një manipulim hapur në qendër votimi, ndërsa komisioneri i opozitës është brenda? Si mund ndodh kjo? Dhe qa masash more ti? Dakor që ai e bën. Po ti që mbyllën syt kur ai e bëri, që isha aty. Çfarë je? Pra kjo është analiza, nuk është se kemi vetëm e Dirama, problemi është rezistenca është e sabotuar seriozisht. Ndaj një tentativës për të manipuluar zgjedhjet. Dhe nëse këta nuk e analizojnë këtë, pse kjo rezistencë u sabotua, ose pse nuk arrit dot rezultatin, atëherë do vazhdojnë të mos mbjellin presion. Analizën do bëjnë prapë ata që i humbën. Për një shkrim Ata bëjnë analizën. Bëjmë për të justifikuar vetë. Ja them vini të Po pra, shkrim kanë botu këtë mitë. ka ndodhur kjo sot. Ka ndodhur sot. Të burgosit politik ankohen për kushet, drejtori i burgjeve ka thënë në jap dorëqi nëse Ervini thotë që është ftohur në burg. Se kjo, tani të kthej... Ka ndodhur kjo jo. Se kanë botu këtë mitë. Të kthehemi te diskutimi se murnokën debat. Këtu ka një diskutim tani, se i thatë të gjitha këto argumentat, dhe unë po them këtë gjë. Po pra, unë po shkoj një hap më tej. Jam dakord tonë. Se mos e bëjmë si ai që ishte nisë me një paramendim, edhe tha, kur shkoj atje, tha, po më tha këtë, do t'i them këtë, po më tha këtë, do t'i them këtë, pastaj në fund tha, të kam... Tani unë po them, tani, unë jam duke thënë gjithkohën, ju thoni të fjala fundit. Nuk po themi që nuk votuam. Po unë nuk po them analizë. Ne shikojmë njëri që thotë në gjemo. Po atëherë ta bëjmë diskutimin më të relaksuar, pra. Po je po do të... Tani këtu ka... Edhe ti pastaj haron, ore, kthehesh prapë. Po jo, mos e nuk harroj unë. Ke parti të harroj gjë, nuk harroj fare. Haron edhe kthehesh prapë te Rapi Trezhit. Tani këtu ka një diskutim që disa thonë analizë, unë nuk po them as analizë. Unë them duhet ndryshim, ç'e analizë, pse nuk e dim ne pse kemi unë. Do të kodon. Tani edhe ju, po që se nuk du se këtu mbase nuk ju takon ju të bëni analizën e PD-s. Hajde ulemi në çdo tavolinë të ulesh. Çdo demokrat. Po që se nuk të thot se cila është arsyeja intimidimi, kërcënimi, përdorimi i shtetit, deformimi i vullnetit të zgjedhësve, ka prodhuar një rezultat caktuar. Ka pas zona dhe unë këtu kam një diferencë me shumë kolegët mi nëse do, që unë them që po ka disa zona që ka fituar Partia Demokratike. Ti marrim çik si model ato? Do ta marrun një model këtu me qenë se Rafjala? Kruja ka 20 vjet që sfiton Partia Demokratike. Ke pas disa njerëz që kanë kthyer të jetë fituese. Meri ata njerëz. Pse ka fituar fushkruja me Krujën? Bashkia e Krujës është kthyer mbas 20 vitesh. Pse ka fituar Pse ka fituar Bashkia e Kavajës? Hajde ta shohim modelin. Sepse janë përfaqësuar më mirë pra kjo. Jam unë për analizë që as për gjuhët i shtrigash, po ta marrësh Lionel Messi, edhe ta fusësh sport, del lojtari mi dobët në botë. Po ta lesh në sulm, lojtari mi mirë në botë ai.
Unë nuk po them që ne do bëjmë gjuhët i shtrigash, po ne duhet të mbledhim çdo njeri që ka mendim ndryshe, jo kush flet ndryshe, ti të dalim themi jo, mo ky është i atik, te ka kap ky. Jo, ka njerëz që mendojnë me të drejtë, mbase. Edhe unë mendoj vetë ashtu që duke u përmirësuar Partia Demokratike, duhet përmirësuar Partia Demokratike që të jemi më të përgatitur për ta mundur, sepse për të bën zgjedhjet nuk ishe protagonist në zgjedhje. Po, kam qenë protagonist në zgjedhje në 2021-shin, kam fitu. Kam qenë 2023-shin unë ku nuk ishim vullë edhe kështu, kam fituar. Flasim për zgjedhjet e fundit. Si t'ja bëjmë të mos e themu këto? Zgjedhjet e fundit do analizojmë. Pra ti nuk e qenë protagonist edhe mund të kesh drejtën e Zotit edhe të tregosh se si duhet bëu apo si duhet ishte bëu. Problemi është ti je nga jashtë aty brenda. Këta që janë brenda, kush mban përgjegjësi? Po pra, po ka një kryetar partia apo jo? A pra? Po pra, kryetari i partisë e ka detyrim, jo vetëm për shkak se është kryetar partie, po për shkak se është Sali Berisha që ka një simbolik të rëndësishme në Partinë Demokratike, është simboli asaj partie, është një nga simbolat. Pra jo parti ka flamur. Po ç'do thot simbolo Orvin? Do të thotë nuk fillon me simbole, por çdo vend ka simbole, por tani nuk e uzojnë dot tani. Ka autoritet. Por është simboli, duke qenë simboli historik, ka autoritet. Duke qenë se është edhe kryetari në detyrë, i dakon që t'japin kontakte Mustasha. Unë po them ka detyrimin t'japi zgjidhjet. Ne mund të themi pafund gjëra për Berlesca. Në fund të ditës, dha dorëheq ai si drejtues politik i Vlorës. Pra mund të respektuash. Po pra, po Stivion. Po kur nuk e sulmuan atë, e sulmuan atë. Ajo dorëheq një javë para zgjedhjes, jo dorëheq. Sulmoi burr tani se. Ajo dorëheq është një javë para zgjedhjes. Për kë e ke? Po dorëheq bujaria s'ka disë. Një javë para zgjedhjeve të tjera. E sulmuar me njerëz të Berisha çfarë si thanë, jo planet, jo punon me Ramën, jo rri me njerëz të Ramës. Po apo edhe te kanë sulmuar edhe. Ai kishte përgjegjësi një të çondën në zgjedhje. Orlla, aty në ato parti kushdo që flet gjysmë fjalë sulmohet. Kjo është problemi, pra ata s'duan ndryshojnë. Kushdo që flet për ndryshim aty është në target. Hapur më shumë loja. Jam unë për ndryshim po flas. Flasin shumë. Por ndryshimi. Po shihet kur të sulmohet aty. Një minutë. Ka mendim. Aty ka dalë kryetari formator të Partisë Demokratike ka thënë Berisha. Edhe atë sulmuan. Ai për shembull, drama është një politik kështu është, po ti do i japësh një mendim, disa tjerë kanë mendime të tjera, politika fush me lule, çfarë do? Pra, tash nëse do që ajo parti të ndryshojë. Si dhe bëjmë? Ajo parti duhet pranojë zëra të ndryshe, se nuk mund ndryshosh duke përjashtuar zëra të ndryshe. Jo vetëm zëra. Derisa si ka përjashtuar do të po minimumi. Shiko mo e drama shko çfarë bën. Mendim ndryshe ku ka drama mendim ndryshe. Tu ka shumë pak njerëz. Me lej. Po dira. Ka shumë pak njerëz në vendin ku jetojmë ne. Pjesë e madhe kanë ikur. Sidomos ta qenë të mençur dhe shumë shkolluar, nuk vinë këtu. Këtu kek shumë që varin këto në qafe të gjithë, që shëtitin e bërtasin, që bëjnë bjellin kanabis e gjitha janë rehat shumë. Dhe ka aq pak njerëz sa për të filtruar dhe për të krijuar dy partitë e mëdha ose tre po themi, ose ka ne pam dhe partitë e tjera që u shfaqen, që si ishin gjikundi, sepse nuk ka njerëz në Shqipëri. Ju tani, çka bën Rama për shembull, bën një lojë që ne e dallojmë pak me vështirësi, si e dallojmë. Çdo 4 vjet, 5 vjet i bën zgjedhje ai sjell disa njerëz të rinj. Sa të njohim ne ato mbarojnë këto zgjedhje. Sjell të rinj të tjerë, plot. Pastaj të rinj, ndoshta s'bëjnë fare ata. Por ju keni një problem. Ju të njëjtat fytyra aty, të njëjtit njerëz. 35 vjet. Keni shtampuar aty 35 vjet dhe mazallah se lëviz një njeri vetëm. Po Edi Rama sa vite ka? Po gënjerë më të bën këtë thash. Sa vite ka Edi Rama? Në pushtet 30 vite. Po është tani jo, e di kur duhet i thua që ik Edi Ramës, mo 27 vite. E di kur i thua ik, e di kur duhet i thot partia vet ik, që si thot prap. Kur të bjerë nga pushteti, të bjerë nga kali. Po, tani Partia Socialiste. Ju tani çfarë? Ja da them unë, Partia Socialiste ka një problem me qendra fjalë, a them me Lorma. Prandaj këtu nuk ka sistem. Se këtu merret i listën, merri me fytyra, me emra, me çat dushti. Po i njëjtë për një kontributi këta emra që ka vendosur Edi Rama, emrat e deputetëve të Partisë Socialiste. Po mirë, të gjithë këta po do të thashë unë. Po prit listës të gjithë po do si njohim ata të listës së mbyllur. Ja, nuk është se i njeh apo nuk i njeh. Ata më mirë të mos i njohim. Më mirë ata që si njeh se këta njeh çfarë. Sa i njeh është turma. Po pse nuk i njeh ti kush i? Ata që si njeh ku ta gjesh. Po e Drama ndaj bën këtë mo. Socialiste i merr Edi Rama, apo i marrin ata. E Drama ndaj bën këtë mo. Votat në ne nuk i njohim ata, ikin pas 5 vjet. Votat sa këta janë aty. Dhe ne i njohim dhe i shikojmë gjithë. Dhe të merrohemi. Ky thelbi o burr tani. Popullata Rama nuk i merr votat se ndryshon njerëzit. O doktor. I merr se mban pak njerëz. Doktori e mendën Po jo se ai flisi. Ore ai të gjithë këtë flisin si ai të gjithë më burr. Ka mbet 90. Si ai më flisni. Mirë. E Drama i ndron të gjithë këta dhe ne s'kemi kohë të mësojmë emrat. Prit më burr. Po e bën me qëllim.
Po e bën me qëllim me ju, ma, ndërsa ju kini nxjerrë 50 koka eronsh që janë e njëjta fytyrë. Dhe nuk ndryshojnë, dhe popullata nuk ju do kështu. Do t'i them unë listën... Por nuk ju do populata, s'kemi faj nemo këtu. Një, do t'i them unë që një njerëz dhe Ramës ti. Ati e merr votat ai Franz Çopja që bërën të 3 miliardë euro. Aty i merr Safeti, këtu i merr Troplini, po çfarë emrash do? Po çfarë bëjnë? I marrin këta që do Pse më të Franz Çopjen dhe ne i kemi jo. E do të cila është lista Ramës. Merre pak listën e kullave. Po ai ka në vitrinë. Merr pak listën. Ore në këto zgjedhje ti nuk hyre fare. Rama si këta, shiko, Rama Tani meni dhe pyetjet, na bëni dhe pyetjet ne, dhe jeni rehat më he. Retorike më kam për publikun. Jo më jo, be. Unë besoj që do divizor ta thot, pavarësisht të gjej batut. Ore, po ku ka më? Më i thuaj çikti, të gjithë emrat që të thash unë, i njeh apo nuk i njeh? Këta. Po unë ti thash më. A janë këta? Po e bën me qëllim, ti thash unë. Po këta janë emrat që mbledhin votat për... Kretë pa një, cilat më këta këta bandave, po pse kush i merre? Se Edi Rama i merre. Ore ti, më falë më një minutë. Edi Rama, po për këta... Por zgjedhjet të morën kriminellët ty... Qa do një vërtim? Tani më të zgjedhjet e pjesshme, zgjedhjet të morën kriminellët kur ti syre fare në zgjedhje? Mbështetëm kandidatët e pavarur. Po nuk e turp? Po pse qaj e NGO-je ti mo? Po s'ke turp? Nuk po them unë Po s'ke turp mo? Nuk është e drejt ke turp, po qik e këto... Po që të zemë? Po ti e forcë politike mo? Ti duhet ishte zgjedhje. Pa i mbështeti. Mbështeta... Ja pra ja da them... Po shiko, ti jesh kaq i pacip sa thuash ne mbështetëm këta? Po qa do me dhe kjo mo? Ja, kjo kurse përballon do të këte... Po është e pacipshmëri të thuash ne mbështetëm këta. Sepse të gjitha partitë e tjera opozitare duhet bashkoheshin me këta. Qa ka? Ti do rinovosh apo jo? Ali Mehmeti ishte njëri tjetër kret mo. Ai tha ishte bullallëk, tha kjo që bëm. Ali Mehmeti mo. Zotni Burr, ishte bullallëk ai që bëm. Qëndrim për... Thuaj dhe ti mor Burr se është turp. Për të respektuar. Se nuk është mirë për ty mo. Po do them ma dëgjoj pak ma. Nuk është mirë për ty mo. Po është keq. Po do them këtë gjë, që Partia Demokratike, për shkak se partitë e tjera kërkuan këtë formulë për të bërë bashkimin gjetë këtë zgjidhje. Unë s'po them a ishte apo si ishte suksesshme. E di si është. Rama është se ka këtë Erion Velia që ka shit fiq. Dhe ka një gjë këta. Këta, domethënë, i vën fiqte mirë sipër dhe mufkat poshtë. Se këtë i bëj, ka troplinët poshtë. Kurse ky vë mufkat sipër më valla. Ky çfarë shet ky? To i shikon aty mufkat e këtij dhe tmerrohet njeriu. Të këtij nuk i shikon më. I mbulon ky më. Nuk i mbulon. Tjetër gjë se ka lidhur me... Gjithë tim nga mbulon... Se nuk ka zgjedhje në këtë po diskutojmë. Po të ketë zgjedhje këtu... Rama e ka vrarë Po karrierën... i kërkojmë më tepër se që takon, Salian. Ja vrarë karrierën... Ndoshta ne... Po, përgjegjshmërinë... Tela tha fjalën më të saktë këtu zotëri, ne s'kemi që i bëjmë i bijem Samarit. Gomarit i bijem Samarit. Ti të thresim ty këtu, ti që do bësh? S'ka gjë më zonë përfaqësues i Partisë Demokratike, jam që orë diskutime është kë. Ju mendoni Çfarë diskutime bjeri legeni thua? Çfarë do them? Po çu lidhje ka më tani ne? Duhet bëj protestë. Po çfarë ndryshon gjë? Tani Problemi është që duhet Të debat që po bëjmë ne këtu, duhet ta bëjmë protestë. tani një pyetje tjetër. ndryshimi kështu Bëjmë çdo ditë bëjmë. Tani un kam një pyetje për ty Salian. Hapur. Dua të më tregosh i vërtet. Me analizën. Publikisht, nëse. Tregojmë vërtet i Jo, dhe më mos tregosh se Jo, ti e tregu. Mund të largohesh. Ti e tregu tash më i vërtet se ç'duhet. a ekziston në ndonjë mundësi, tjetë kjo mundësi që Partia Demokratike të ndahet nga doktori. Apo kjo është një pronë e tij dhe që e ka fatin të saktuar pra të vdes bashkë me të. Ka ndodhur në gjithë Evropën lindore. Kjo punë, edhe në botën tjetër. Në shumë në Tani do gjithë më thuash rrugën. përgjigjen apo të... Jo, përgjigjen e ke ti. Faleminderit. Unë them që ka vetëm një mënyrë se si... Vota. Me dirë. Patjetër, kush do, unë ta mund me vot. Nuk ka një mënyrë kështu ik, s'do, si do. Bravo. Ç'është kjo diskutim? Telemiri aty ku je. Nëse Mund të ishën me votën. patjetër. Është partia e Berishës se... Atëherë nëse nuk e mund dot me vot, do të thotë Ky që... thotë të mund veten me vot, thotë. Jo, më ta mund, cili do që mendon që doktori duhet që ta premtoi zgjojë apo një ta gjë. largojë apo ikili ta mund me vot. Berisha premtoi një Po çfarë gjë bëjmë? kur mori partinë. Tha që ne do legalizojmë fraksionet. Pse s'bën një fraksion aty më valla, një fraksion për ndryshim më valla dhe Do të ketë përfaqësi, do të bëhen zgjedhje në bazë. Fraksione këse mund të harafin 3 herë ditën aty. po pra po se tash Mund të vërë flamuri njerëz të haj dru Saliani 3 herë ditën ti thua. Se statut. Mund të harafin 3 herë ditën. i bën muli Po s'ka lidhje me fraksion, Ua. ose... Edhe bilet të protestoj. Thonë çfarë mendojnë. Bilet të brej protestë publike që në harafën Saliani. Tani sot Shqipëria hapi ka me fundit dhe ai kishte marrë ato 2 gratë. Tani për te... Majlinda Kosin. Ja të përgjigj. Kishte marrë Majlinda Kosin dhe E një thua tjetër. tani dhe pas e bën lajm vet, se e ke edhe titull vet. Nuk është pak e vështirë që të
kemë unë kështu problemesh. Po, unë po të them Por mund të rafësh çifta morin, mund të ndodhe kundërta. Mund ndodhe kundërta. Kjo ka dalë me huat. Çështja urrak ky su urrak ky. Këtu ka një diskutim. Si ta bëjmë që Partia Demokratike opozita metafor, nuk të revërtet më jo. Po në mënyrë metaforike po ta them edhe unë. Metafora. Tani këtu nuk është çështja se si të nxjerrim inatet. Këtu është puna që a e bëjmë dot që opozita të jetë jo kompetitive, po të arrijë të rrëzojë Diramën, më këtë shqetësim kam unë. Po kështu. Ndryshe, hajde vi dhe unë këtu me ju, e them gallat për na, lem atë punë. Por ndryshime nuk bën për gallat, për qef. Po çfarë do them unë? Hajde. Ai Se unë nuk është se nuk bën për të jamrat pasaj, edhe. Tani ai duket aqërat. Ju i batut unë ca të tjera. Italian, duket aqërat, sa kishte marrë me Linda Kosin, edhe një ministër në jashtëm të Danimarkës. Marta Kos, fal. Edhe kush ai? Rama. Kishte marrë këto dy. Ju kështë quar dhe një verë që kishte bërë etiketën e kishte bërë Rama. E pat jo? Që është shqiptare, puro. Originale dhe. Ja u tha atyre o zotri. Edhe ministrës jashme Danimarkës dhe ministrë jashme Danimarkës tha... Qa solli kjo për Shqipëri? Shpejtësia në të cilën Shqipëria, tha poetësën. Ishte magnitur Marta Kos. Ishte magnitur, sidomos kjo. Edhe Marta Kos ishte magnitur më përpara, po kjo u manit sot. Kjo e Danimarkës. Tani këta do të marrin e dramën dhe do të çojnë se është rregull tani që do shkoj patjetër me gjendjen e Rusisë, gjitha këto ti e kupton më mirë se ne, se e politikan. Pra Shqipëria shkon në Bashkimin Evropian. Se edhe vetë Bashkimi Evropian ashtu po shkon. Tani ti ju ku do shkoni o valla, tani çfarë do bëni? Do merrni këta foltore Edhe këta në Bashkimin Evropian, ju e ku apo që nga përfitime nuk është keq për ju. Si e mendon tani di këtë? Ajo mori verën të verës. Shme ndonë më për pranimin Bashkimin Evropian se këto gjërat, se ne po shkojmë, ne shkuam aty. Dakor. Pra arsye strategjike... Shkojnë gjitha burë, PS, troplinët bashkë. Dakor. Aty i këtë gjithë, se këtu do mbetemi, Bashkimin Evropian quhet, po, jetojmë prapë këtu. Si e mendon tani ti këtë? Unë mendoj që kjo nuk është çështje vere. Apo jo. As të flasim sikur e kemi pirë shishën e verës. Jo, u hap kapitulli i fundit. Po pra, unë mendoj që Lezi fryt dhe qiri, Shqipëria nevojën për anëtarësimin në Bashkimin Evropian nuk e ka vetëm, po themi, propagandistike apo për dalë për të thënuar. Por e jeni dakord ju të jemi në Bashkimin Evropian. Për të krijuar institucione të forta dhe për të pasur institucione dhe jetë siç e kanë vendet e Bashkimit Evropian. Apo jo. A është Shqipëria e gatshme për të hyrë në Bashkimin Evropian për shkak të përmbushjes se nuk do rinde shumë se po më shkruan Monika Kremadi nga poshtë. Se do ta shohim. Që ne do shkojmë në EN, thotë, jo në Bashkimin Evropian. Do të thënë erdhi koha që të vi të fillojmë pjesën e dytë. Po pra, më thuaj edhe çka ke për të më thënë që ti ikim. Tani si e mendon ti Partia Demokratike tani mundsi ekziston duket sikur Partia Demokratike tani është më dobët se Partia Demokratike e Lul Bashës. Si të forcohet kjo parti? 2-3 gjëra, thua ti? Duke ndryshuar. Thua. Patjetër, jo vetëm duke bërë edhe... Doktorit e ka thënë që të ndryshoj ajo. Po them këtu të ju, jo më që thënë. Po, e kam thënë prej kohësh. E ka thënë. Edhe aty ku janë, po them, institucionet e partisë, që Partia Demokratike duhet të ndryshojë. Se kemi një problem, Saliani është normal, vjen dhe thot gjëra. Këta që nuk thonë gjera janë detyrë, më thënë, urduar të mos temë, ata nuk vinë, jo. Ata kanë pozicione për trujt. Ata ruajnë, ti s'ke që ruan tani, ata ruajnë pozicionet. Ikën pozicioni, o zotri. Po nuk ikën, se nuk kanë mandat, se ke kuptuar. Nuk ikën mandat. Sekretari përgjithshëm, o zotri tani. E ti që me thënë sekretari përgjithshëm. A i bën betejnë. Numri 2, o zotri. Kanë hallë mandatin tjetër. Ka bërë betejnë e vetë, ashtu siç mendom. Kanë hallë për mandatin tjetër, se mendojnë... Që mendoni tani, foltoria vazhdon në javën që vjen tam apo jo? Unë besoj që vazhdon protesta dhe reagimin ndaj keqeverisë. Dhe do të jetë me qëndres. Që mendoni për vazhdimin nga 2 fjale dhe të ikim tani se edhe vonë vajtëm? Në qëllë se vazhdojnë si kjo e sotmja, nuk besoj se ka kuptim. Më mirë më vazhdoj. Po mos e përdorin termin protestë. Po bësi e sotmja. Ato që nuk i themi do në parlament, të themi këtu para kryeministrisë. Po tjetër që mos bëhet. Më mirë. Vazhdoj si kjo sotmja të shkojnë vetëm ata që do flasin. Të shkojnë vetëm ata që do flasin dhe të... Në qoftë se duan të bëjnë dialog me qytetarët, është pak më që e bëjnë kështu, po të pakën ta bëjnë dialog. Nuk mund të vazhdoj kjo pa asnjë kuptim, pa
strukturë pa logjik dhe pa rezultat. Është shumë e vjetër dukej. Nderuar shikues, u përpoqim të jepnim dhe nota humori, gjyra. Ne këtë kemi. Ti thua më thonë mua që të që futi Navalny, që futi në burg Putinin, dhe vdiq kurse këtu i futi Rama në burg dhe ti dole rat, thot. Po jeme të them edhe këtë, se dole rat, se këtu njerëzit mendojnë që... Edhe vinje jo, thoshin më keqëre, do një reguluari. Ta them, se sa shok të tu e thoshin, edhe mirë bëjnë të qojnë mesazh që ti përgjigje. Pa diskutim. Përgjigju se thoshin që doli si kur ke regulluar dhe flokët dhe gjerat që... Jabra të përgjigjem, që pa diskutim që ignoranca nuk është argument. S'është argument, asnjëherë. Duhet të lexojnë, pak edhe ligjin, se si del me leje kur je dënuar. Diti këtë, apo mësoj? Nuk ka dyshim o vëlla kjo gjë. Po ka një problem. Tani këta që nuk të duan ty... Po këta që nuk... Se nuk janë goxha këta Salian. Këta duan që cili do që... Po të mirën duan këta. Jo, më këta duan të rënohet, më ore këta thonë si mbeti gjallë se vram në këta. Pra jo që mandatin në këti, e penguam që të kandidojnë zgjedhje, e futëm në burg në muaj e gjysëm, hajde tani e bëjmë sigur ta relativizojmë këto e uton. Tani, që të them unë me këtë gjep? Nuk ka nëjë problem të mëse këtu, unë denoncoj dike që në burg, vllai i vetë që është tek ka marrë një komision tjetër sot, ka një 6 vite që kam denoncuar atë, diti që nuk e tonë kësë paku që thuti është i pavarur. Fatmir Gjafën me qenë sera fjala, i kam quar kallëzim edhe ditën zyrtarisht nga grupi parlamentar, ditën që kam shkuar për në burg. E dini ju që nuk ka guxim të bëhet tim apo jo? Fatmir Gjafa... Për shkak të ligjit antimafia, 6 vite duhet të në tim. E pra edhe nuk ka guxim ky spaku që thonë ju i pavarur, ti bëhet tim, bëj me gjasme. Dini ju që njëri tjetër i Gjafës... Po e pra se për këto vim diskutojme. Dini ju që njëri tjetër i Gjafës, një ish-ministër që u bë gjasme e tim pasuror, pse nuk flitet për atë se thot pasaj ylli që jo për nuk i kontrollon Rama. Keni dëgjuar më ju për një ish-ministër tjetër gjytur deri këtu në korrupsion më për t'i bërë tim apo jo? Se nisi me buj njerë, po ky. Hajtë vim një ditë, të ti marrë me emra, unë edhe më thuaj pak ti, se si i ka apo nuk e ka Rama. Se më është diskutimi se fut ky pasi e vendose dhe Rama kush do ju në burg. Mos bëhemi me spaku se për mua nuk fitoni asgjë. Jo, unë merrem me çdo gjë që është e padrejtë. Ma thuaj pak, po jo kundrazi për mua. Ja ku e ke një problem. Një nga arsyet pse opozita është e pabesueshme se sulmon spakun. Ke një problem. Është vetëm institucioni që po sulmon. Po do them një gjë se nuk po sulmoj spakun, unë se mund të them unë ty për raste që kam pasur sukses. Kam një pyetje. Ka një ligj që quhet në gjuhën popullore ligji antimafia. Që heton familjarët e çdo personi të përfshirë në trafik droge. Ma thua do të pse spaku nuk ka guximin të toj Fatmir Gjafën këtu e 8 vite. Pse mendoj që s'ka guxim në Robur? Sepse nuk ka guxim, ja po ta them. Kjo është Berisha zolla, s'ka guxim. Po unë kam shkresa, do të jap shkresën, i çojmë spaku ka hetuar më lart se Gjafa. Po tjetër për guxime ka. Si që nga kjo, unë po i bi Ero Velia është më lartë se gjithë tama, çfarë thotë? Ero Velia është perandorim. Velia është burgos për Ramës. Tani do të bëj si për Ramës. Do të qëndrojmë një standard ka se si bëhet debati publik o zotri, ligji. A është ligji këtu i barabartë për gjithë apo jo? Jo, edhe nëse do ti, nuk është, sepse Erion Velia i në godet, këta nuk e godet. Qa do thot kjo? Ore, po s'mund të godasin... Unë po t'jap rast konkret. Ore, s'mund të godasin gjithë botën ata alla me radhë. Jo, ata janë për të zbatu ligjin, nuk janë për të bërë ata show që të vim në këtu e të themi që goditi këtë se është lartë. Ligje, po janë 20 prokuror që nuk mund të bëjnë hetim për gjithë botën. Nëse ka një gabim, edhe një të merë në... Nuk është argument kjo pse godet të s'godet të. Me qenë se këta... Po kur ta godasin të pasaj do thoni që pse s'godet të tjetër. Diskutimi në publik pa tjetër, sepse bëhet çdo gjë në raport me ligjin. A kanë respektu ligjin apo jo? A kanë bërë tim të drejtë apo jo? Këtu është diskutimi, nuk është diskutimi goditë të këta. Ne jemi në mbyllje, po zotë Dritan Shehu, sa po më dërgoj një material të votojmë. Parlamenti njerëzve të lirë në veprim thot një lëvizje demokratike dhe mosdoshme në këtë terë të imponuar nga regjimi, thot i Shehu për këtë që ndodhi sot. Ka nisë mesazh. Po, për balë tentativave për të shmontuar e heshtur edhe kuvendin e Shqipërisë, qarku Gjirokastës ishte sot aty në shesh. Ishte aty qarku Gjirokastës? Thotë zotë Zvitan, dhe ka vënde fotot këtu gjitha, por nuk kemi kohë se për nga kështë dërgonë për para, unë do të dërgojnë Arozhanit, a i do të transmeton të gjitha këto. Në të pjesë, po, radhën tjetër, ne do të meremi se këtë punë kemi. Radhë se dhe pëtëri nga janë atë të punë
punë e vështirë na ka rënë përsipër të nderuar të shikus Se po punë të shumë kenë që nga 12 qarë që ata... cilën edhe përballojmë nga një përfaqësues e cilë. edhe se përballojmë dot zoti Saliani, faleminderit shumë. Kënaqësi që ishim bashkë. Besoj do jemi edhe herë të tjera, njëri normal që flet. Patjetër. Ndonjëherë bën sikur ngatron, po je okej. Bën sikur ngatron, bën sikur të duhet dhe për detyrën që ke se edhe ikën ose ikën për lesh ku E mirë është që kur unë ngatrohem ti nuk më le të gaboj. Unë prap ndroj. Nuk më le të edhe të po. Faleminderit të nderuar kolegë. Faleminderit për atë kadër dhe unë do të jem tani pas një publiciteti shumë të shkurtër me zonjën Monika Kryemalli. Ku është tani Monika Kryemalli? Pse qysh tek një nga njerëzit që ka qenë që në vitet 90 televizja e madhe e shqiptarëve që majtas, sigurisht, majtas vazhdoj të tani. Nuk është më. Ne do ulemi bashkë, do flasim. Bisedojmë, nuk do të qajmë hallat, përpiqemi, themi në një. Publiciteti rikthehemi njerë.